Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Nëse ka kohë do i kisha përmend një rast i cili më ka ndodhur mua personalisht, ka para shumë viteve, po spaku që ndoshta dikush ka mundësi që të merr mësim. Ka ndodhur një rast që e kishim gjendje ndoshta më të vështirë, ndoshta jo si sot, gjendja ishte pak më e ngushtë dhe pasuria që e kisha unë me vete, jo me vete, po gjithë pasuria që e kam pas ka qenë me tonën, me llogarinë e pasurisë këtyne monedhave tona, 100 denar. Gjithë ajo që e kam pas, edhe në Më pak se 2 euro për ato që nuk e di. Po, ato që nuk e kuptojnë, as 2 euro. Po llogaritë, ç'a llogaritë 2 euro, 1 euro e gjys. Gjithë pasuria që e kam pas me vete. Dhe tash ishte një rast që kishte nevojë me dhon, edhe secili që kalon jep. Tash unë e mendoj 100 denar krejt. Ati ki nevojë për atë. Ama për hir të Allahut azza wa xal duhet me dhon. Kjo është rast që dikush le të merr mësim, mos u frikso që nëse jep do të paksohet. Sadakaja nuk e pakson pasurinë, këtë e ki me garancë nga Allahu. Ai beson Allahut? Po. Ai beson fjalës Allahut? Po. Ai beson fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Po. Po për çka me pas frikë? Nga cytjet e shejtanit? Asnjëherë. Jam mundu me dhon. Me atë mundësinë që e kam pas, i kam dhon 1 euro e gjys. Kam pas 1 euro e gjys, i kam dhon 1 euro e gjys. Jam kthy në shtëpi. Pas pa kohë, kam dash me dal me familje, me fëmijë, dalim dikund. Ama nuk kam me vete. Kur gjo? Domethënë, nëse do edhe një ujë me ble dikund, nuk ka. Atë besohet ajo. Duke dal te dera, ka dikush i ka ra dera. E hapi derën, bujrëm, ama ne më vetë se ishim duke dal. Po gjo, nuk kam kohë, vetëm kam marrë 1 minutë te dera dhe jam duke ik. Urna vlla, e ki një selam prej filanit. Tash ai i cili mi ka sjell te dera, nëse e dëgjon e di rastin. Dhe ai i cili i ka dërgu, tjetër kush, nëse e dëgjon e di rastin, vetëm një selam. Ka dash dikush një dhurat, hoxhës. Nuk ka nevojë o vlla. Abe dikush i ka dërgu, ka pas qef, i ka dërgu. Hajr, inshallah, Allah i shpërblet dhe ka shku. Kur e kam hap, i kam pa me tonën 9.000 denar. Për ata që nuk e din, 150 euro. Sa ke dhon ti? 1 euro e gjys. Sa të ka dhon Allahu? 150. A don ti me dhon ma shumë se Allahu? Po ti s'mundesh me dhon. Sa do ti që jep? Allahu ka me dhon ma shumë. Vetëm çka kërkohet? Kërkohet prej neve zemër. Dhe atë jo me e bë që dikush, jo me e bë për arsye tjera, me e bë vetëm për hir të Allahut azza wa xal. Nëse jep ti, Allahu do t'jep.